Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari bëri të ditur se gjendja e pacientëve të zjarrit që ndodhin në Koçan është relativisht stabile dhe se asnjë nga të lënduarit nuk ka ndëruar jetë. Ai shtoi se nga gjithsej 178 pacientë të lënduar, 64 janë duke u trajtuar në institucione shëndetësore publike në vend, 13 pacientë në ato private dhe 101 pacient po trajtohen në qendrat mjekësore të huaja. Për momentin në shtet të ne mjekohen afër 78 pacientë, 65 janë në klinikat shtetërore dhe 12 janë apo 13 në klinikat private. 101 pacient janë jashtë shtetit. Mbas mbledhjes së shtabit të krizës në mëngjes, konstatuam se të gjithë pacientët fatmirësisht janë në gjendje relativisht stabile. Uroj dhe shpresoj që dal nga dalë nisin disa prej këtyre pacientëve të lëshohen në shtëpi. Sot 3 apo 4 pacientë do të lëshohen në shtëpi prej qendrës klinike. Transferi i fundit do të bëhet sot. Në spitalin e përgjithshëm të qytetit 8 shtatori aktualisht ndodhen 15 pacientë të lënduar nga zjarri tragjik në Koçan. 3 prej tyre janë planifikuar për transferim jashtë vendit. Состојбата на пациентите во однос на виталните параметри е стабилна. Во однос на она каков тип на операции се изведуваат, тоа се операции кои што заедно со тимовите кои што се дел од помошта која што дојде од специјализираните центри, станува збор за отстранување на она изумрано некротично ткиво оштетено од изгорениците и давање простор тие повреди, односно тие рани полека да почнат да зацелуваат. Сега да не одам премногу во детали што точно се прави, но треба да имаме во предвид дека во овие неколку денови не само што се мониторираше потенцијалното влошување на пациентите, туку мораа да се санираат и повредите на оние пациенти кои што не беа критични во прва фаза, ниту беа во животозагрозувачка состојба. Drejtori i Fondit për Sigurim Shëndetësor Sasho Klekovski tha se pacientët me digje të rënda vazhdojnë të dërgohen në spitalet e specializuara jashtë vendit, ndërsa numri i vendeve në të cilat trajtohen mund të rritet nga 12 në 14. Во Бугаја 9 пациенти се сместени во Пирогов, Софија. Во ВМА, во Војно-медицинската академија во Варна се сместени 3 пациенти и во Свети Георги болницата во Пловдив 3 пациенти. Во Грција во Папа Николау Солун се сместени 3 пациенти. Во 424 војна болница Солун 2 пациенти, во 401 војна болница Тина 6 пациенти, 257 војна болница Тина 1 пациент. Klekovski po ashtu tha se fazat e mëtejshme janë specifike dhe kërkojnë përvojë, prandaj siç shtoi kanë vendosur që pacientët i dërgojnë jashtë shtetit.